Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Nga pyetjet që parashtrohen është edhe prishet agjërimi nga larja e trupit dhe kokës. Janë përgjigje dietare duke thënë se larja e kokës apo dhe e trupit gjatë orëve të agjërimit nuk e prish, nuk e ndërpret agjërimin. Dhe uji gjatë larjes nuk depërton në trup. Profeti sallallahu alaihi wasallam lahej dhe edhe pse ishte me agjërim. A e prishe vjellura agjërimin. Nëse njeriu agjëruesi vjell qëllimisht, pra e provokon ai të vjellurën në një mënyrë apo tjetër, atëherë agjërimi i tij është prishur. Por nëse vjell pa e provokuar ai, atëherë agjërimi i tij nuk konsiderohet i prishur, pra është i sartë. Edhe nëse përtyp diçka nga e vjellura e tij në këtë rast të fundit, agjërimi i tij prapë mbetet i sartë. A lejohet parfumosja gjatë agjërimit? Lejohet për muslimanin që të parfumoset gjatë agjërimit, sidoqoftë lloji i parfumit, i lëndshëm apo i ngurtë, sidoqoftë përdorimi i tij, kudoqoftë përdorimi i tij në fytyrë, në duar apo në trup, agjërimi mbetet i sartë. Sallallahu alaihi wasallam.